Për 4 vite radhazi, kryeministri Edi Rama bëri çdo përpjekje të mundshme për të miratuar amnistinë e miliardeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke mos i kërkuar burimin çdo shqiptari apo të huaj që do të fuste deri në 2 milion euro në Shqipëri. SBA bllokoi skenarin e amnistisë fiskale dhe Rama u detyrua ta anulonte në heshtje, por gjeti kanale alternative në shtete jashtë SBA-BE për të amnistuar paratë e zeza të krimit, duke i nxjerrë nga Shqipëria duke i futur përsëri në investime e ndërtime. Si qendër për qarkullimin dhe pastrimin e parave të zeza të qeveritarëve dhe grupeve kriminale shqiptare të huaja, Rama ka zgjedhur Dubain, lavatriçen më të madhe financiare ku qeveria dhe drejtësia nuk verifikojnë burimin e fondeve, tamam si në Shqipëri, ku për financimin e kullave, pallateve, hoteleve, rezorteve dhe komplekseve rezidenciale nuk kërkohet burimi i të ardhurave, ndonse ligji antimafia detyron qeverinë ta verifikojë atë. Lidhjet me mafjen e Dubait, Rama i vendosi përmes krerëve dhe sekserëve të saj në qeveri dhe qarqet e biznesit të Emirateve Arabe, si Mohamed Alabar, i maskuar si sheik, dhe përmes lobistëve pazarxhinë europian, si dhe pushtetarë mafioz nga Turqia, Rusia, Kina, Serbia, Bielorusia, Arabia Saudite, Bullgaria, India, Izraeli, Malta, Rumania dhe Hungaria. Këta janë pjesë e rrjeteve të pastrimit të parave përmes Dubait. Pazaret me ta Rama i maskoi si marrëveshje bashkëpunimi ekonomik midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë së Emirateve Arabe, të miratuara në kuvend vetëm me votat e PS-s dhe 3 deputetëve të Tom Doshit. Në fakt, këto janë marrëveshje private të qarqeve mafioze brenda dhe jashtë dy qeverive, të cilat kanë ndërtuar një skem të formalizuar për pastrimin e parave të krimit dhe korrupsionit. Roli i Ramës në këtë skemë është të lejojë transferimin e miliona eurove të krimit dhe drogës në Dubai, rifutjen e tyre në Shqipëri dhe ritransferimin përmes kompanive fantazmë të mafiozëve, të maskuar me çallma sheikësh. Këto para prezantohen si investime arabe, ndërsa në fakt janë transferime kriminale. Një shembull është projekti i kullave dhe pallateve Alabar, mbi 820.000 metër katror truall shtetëror në portin e Durrësit, të cilin Rama ja dhuroi investitorëve nga Dubai si gjoja investim turistik. Me një ligj të posaçëm, Rama u dha mafiozëve të Dubait edhe koncesionin për pullat fiskale dhe prodhimin e bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë. Këto janë dy kanale të hapura për kontrabandë dhe përfutjen e parave të pista në sistemin bankar shtetëror dhe privat, përmes skemave të gjoja borxheve të qeverisë ndaj individëve. Vetëm gjatë viteve 2017-2024, qeveria shqiptare ka marrë 1.2 miliard euro borxhe nga individë dhe kompani shqiptare të huaja, përfshirë oligark, trafikant, ndërtues, zyrtar dhe deputet. Madje borxhe nëpërmjet bonove të thesarit kanë edhe prokuror, gjyqtar, drejtues policie dhe të shishit, të cilët kanë deklaruar në ILTKPI, por pa u hetuar burimi të ardhurave të tyre. Në raportet e Dash, FBI-s dhe thesarit amerikan të shtetit, Shqipëria është e skeduar si kanal i ndërsjellë i transferimit të parave të pista përmes disa bankave të huaja në territorin shqiptar, që janë ortak me rrjetin ndërkombëtar të pastrimit të parave me bazë në Dubai.